Dhe çka bënën? E ndrun ligjin brenda natës dhe pe 13 jo që lën shtat për propozuar nënëmët antar. Nënëmët antar. Po, edhe ne sigurisht që reaguam dhe pastaj shkoi në gjykatë shtetuese, në Komisionin e Venecias, për Komisionin e Venecias i pa të bëu hur, do të thotë me opinion ligjor, e i hupën 3 vjet edhe në fund u kthyn në rekomandimet e IKD-s 100%. Apo kapet prapë sistemin drejtësisë, ju i keni monitoru për shkak mandat kohë, kemi fol, kena dhënë su bashkë me vetëvendosin që institucionet e drejtësisë po kapën nga partita asaj kohë në pushtet. A ka arrit edhe a ka tendencë sot edhe qeveria për partia në pushtet mi kapi institucionet e drejtësisë? Se zatëm e kemi përkrahur pjesë e madhe pikërisht për shkapjen e këtyre institucioneve, edhe jo vetëm këtyre institucioneve, po si cilë sferë tjetës në këtë vend, si cilë institucion? Garantoj, Fidan, që ma shumë kena punu në asë si IKD me bo liqin për Këshillin Prokurorët të Kosovës se sa vetë Albulena. Do thotë Albulena në fund, kush na ka dëgjuar, i ka hub 3 vite dhe ka vënë reformën në sistem prokurorial për shkak që do thotë ka umnu me kop Këshillin Prokurorial kur i ka pas 13 anëtarë dhe pse kishin përpremtuar publikisht që O jemi mënu me kap vetëvendosja kur ka pas 13, ka jemi mënu me kap Këshillin Prokurorial? Para 3 vite vetëvendosja kur i ka pas KPK 13 anëtarë, kishin dalë publikisht që kemi me reformu Këshillin Prokurorial dhe nga një organizatë korporatiste kemi me reduktu numrin në 7 anëtarë të Këshillit. Dhe çka bënën? E ndrun ligjin brenda natës dhe pe 13 jo që lën shtat për propozuar 19 anëtarë. 19 anëtarë. Po, edhe ne sigurisht që reaguam dhe pastaj shkoi në gjykatë shtetuese, në Komisionin e Venecias, për Komisionin e Venecias i pa të bëu hur, do të thotë me opinion ligjor, e i hupën 3 vjet edhe në fund u kthyn në rekomandimet e IKD-s 100%. Edhe kemi thonë, në mënyrë që me pas sukses, çka do të më bësh që me reduktu në shtatë edhe gjykata shtetuese Komisioni i Venecias po thotë që anëtarëve aktual të Këshillit nuk mundesh më marr mandatin vetëm i çupi shpije. Po do të më prit fazën tranzitore, kur ti s'ka dën, thjesht do thotë nuk i zgjedh më 13 anëtar, po i zgjedh 7 edhe bën reformën sikurse u bë. Më kthy te pyetja jote, muna me thonë që si IKD dhe personalisht e kam pak probleme besu që Këshilli Prokurorët i Kosovës mund të më kap kaq lehtë prej VV-s. Pse? Se PDK e LDK çaq keq që kanë kap Këshillin Prokurorial, çaq keq që kanë kap, kanë qenë njerëz çaq pak kompetencë në Këshillin Prokurorët të Kosovës, që do të thotë sot e para, unë mendoj që Këshilli Prokurorial, sistemi prokurorial sot është më e vështirë në farë mënyrë me menaxhu, sepse nuk e dina më a i raportojnë politikës, a grupeve të biznesit, a grupeve të interesit apo diçka tjetër. Po çka është një fakt që e kemi thonë si IKD, është që sistemi gjyqësor, sistemi prokurorial ka mu këndell veç kur bëhet një proces i vettingut. E këtë proces vettingut sot vetëvendosja e ka harru edhe e ka lënë në pluhur që 3 vjet do të thotë gjykata kushtetuese e ka kaluar mandatin kushtetues, ka me të më votu në kuvend. Derisa s'ka vetting ky vend, unë besoj gjithçka që as sistemi gjyqësor, as sistemi prokurorial, as policia mundin me shërbyer gjithë. A ka rritë sot se e përmendën LDK-n